Qoftë lëvduar Jezu Krishti, mirëmbrëma për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku mbrëmsoren. Sot është e njëjtja e madhe e darkës së Zotit. O hyj më i anëndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh, lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Himni. O për kujtesë e vdekjes së hyjit, o bukë gjallë që jep jetë njeriut, ti mendjen time bëjën ty të roj, e gjithmonë ty ëmbël të shijoj. O pelikan, hyj më shirploti Jezus, mua të papastrin gjaku yt të më pastroj. Nga ai veç një pikë mund të shëlboj, mbaru zullimin nga të gjitha kobet. Kur të shoh ty me fytyrë të zbuluar, në shpirt i kënaqur për lavdin tënde, me qetat lume në parajs bashkuar, Atit dhe ty e shpirtit, do të thur lavde. Amen. Antifona e parë. Bëri prej nesh mbretëri për Atin aj, i paralindurin nga të vdekurit, mbreti mbretërve të tokës. Psalmi 72, pushteti i Mesis, pjesa e parë e psalmit. O hy, jep jam mbretit gjyqin tënd dhe drejtsin tënd e birit të mbretit, që ta gjykoj popullin tënd me drejtësi, e skamnorëve të tu jap të drejtën. Malet le t'i sjellin paqen popullit e kodra drejtsin. Ai do t'i gjykoj të vobegtët e popullit, do t'i shpëtoj bitë e skamnorit, do t'a përull shpifsin. Ai do t'jetoj sa dielli e hëna, nga breznia në brezni, do të zbres por si vesa mbi bar, por si shiu që e lag tokën. Në ditët e tij do të lulsoj drejtësia dhe paqja e madhe derisa të jetë hëna. Do të sondoj prej detit në det, prej lumit e deri në skajin e botës. Para ti do të bien përmbys banorët e shkretëtirës, kundërshtarët e ti do të lëpin dheun. Mbretërit e Tarsisit edhe të ishujve dhurata do të sjellin. Mbretërit e arabëve e të Sabës do të lajnë të dhjetat. Të gjithë mbretërit para ti përmbys do të bien, e popujt mbar do t'i shërbejnë. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. bëri prej nesh mbretëri për Atin, ai i paralindurin nga të vdekurit, mbreti i mbretërve të tokës. Antifona e dytë. Zoti e liron të varfrin që vërtet dhe njeriu në shkret që nuk gjen ndihmë. Psalmi 72. Mbretëria e paqes dhe e bekimit. Pjesa e dytë e psalmit. Ai do ta shpëtoj skamnorin që fshan, të varfrin që nuk kanë ndihmtar. Mëshirë do të ketë për të mirin në të vobektin, dhe skamnorëve do t'u shpëtoj jetën. Do t'i shpëtoj prej padrejtësisë e dhunës. Gjaku i tyre do të jetë i çmueshëm përpara tij. Do të jetoj e do t'i jepet prej arit të Arabisë. Gjithmonë do të lutën për të, gjithë ditën do ta bekojnë. Toka do të jap drithra me shumicë, në maja të maleve do të valviten kallëzit, por si Libani frytet e tokës, do të lulëzojnë, por si bari i tokës banorët e qytetit. Qoftë bekuar emri i tij në shekuj, sa të jetë dielli mos ju haroft emri. Në për të do të bekohen të gjitha fiset e dheut, të gjithë paganët, të lumtur do ta quajnë. Qoftë bekuar Zoti, hyji i Izraelit, që i vetmi bën mrekulli. Qoftë bekuar emri i tij i madhërueshëm, toka mbar u mbusht me lavdinë e tij. Amen, amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Zoti e liron të varfrin që bërtet, dhe njeriu në shkret që nuk gjen ndihmë. Antifona e tretë. Shenjtrit kanë fituar me gjakun e qengjit dhe me fjalën e martirizimit të tyre. Kënga krahaso librin e zbulesës, kapitulli 11, gjyqi i Zotit. Po të falenderojmë o Zotri, hyj i gjithë pushtetshëm, Ty që je, ty që ishe, sepse ushtove fuqinë tënde të madhe. dhe more mbretërimin. Paganët u hidhruan, por arriti zemrimi yt. Erdhi koha të gjykohen të vdekurit, Koha e shpërblimit për shërptorët e tu.
profetët dhe shenjtrit dhe për të gjithë ata që e druan emrin tënd. për të vegjël e të mëdhenj. Ja, tani koha e shëlbimit, e pushtetit dhe mbretërisë së hyjit ton, Dhe e sundimi të Krishtit të Tij, sepse u hodh poshtë paditësi i vëllezërve tanë, që ditë e natë i padiste para hyjit ton. por ata e mundën në fuqi të gjakut të qengjit dhe në saje të dëshmisë së vetë. Nuk e deshën jetën e vet, aq sa ta dronin vdekjen. Prandaj galdo qiell, Galdoni edhe ju o qiellor të gjithë, lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. shenjtrit kanë fituar me gjakun e qengjit dhe me fjalën e martirizimit të tyre. Leximi i shkurtër marrë nga letra drejtuar Hebrejve kapitulli 13 rreshta 12 deri 15. Jezusi, për ta shëntruar popullin me gjakun e vet, pësoi jashtë derës së qytetit. Këndej le të dalim edhe ne jashtë fushimit të takimit me të, duke e marrë mbi vete poshtrimin e tij. Sepse nuk e kemi këtu qytetin e përhershëm, por kërkojmë atë të ardhshmin. Këndej me anë të tij, ti kushtojmë vazhdimisht hyjit fli lavdie, domethënë frytin e buzëve që dëshmojnë emrin e tij. Krishti për ne u bëi dëgjueshëm deri në vdekje. Krishti për ne u bëi dëgjueshëm deri në vdekje. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Në darkën e fundit, Jezusi mori bukën, e bekoi, e theu dhe u dha nxënësve të tij. Kënga e Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me harej brorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërptorën e vet të përvuajt, qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjt është emri i tij, Mëshira e tij brezni më brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vet, I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, i rrëzoi princat prej fronëve të tyre, e i lartësoi të përvuajturit, me të mirë i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë, e të pasurit i nisi duar thatë, i ndihmoi Izraelit shërptorit të vet, duke sjell në mend mëshirën, s'ju apo ati premtuar e tërve tanë, në të mirën e Abrahamit e të pasarsve të tij në amshim, lavdio atit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Në darkën e fundit, Jezusi mori bukën, e bekoi, e theu dhe u dha nxënësve të tij. Lutjet e besimtarve. Atë natë kur u tradhtua, shëlbuesi ynë e festoi darkën e fundit dhe ja besoi kishës për kujtimin e vdekjes dhe të ringjalljes së tij, që ajo të mund ta festoj gjithmonë deri në ardhjen e tij. Në dritën e këtij misteri të madh, t'ia drejtojmë Krishtit lutjen tonë. Shenjtro o Zot popullin që e shëlbove me gjakun tënd. Ti e bëre kishën pjesëtare të meshtarisë sate. Bëj që ajo të ndihet gjithmonë e bashkuar me ty në flijimin e lavdis. Shenjtro o Zot popullin që e shëlbove me gjakun tënd. Ti i dhurohesh popullit të shëlbuar si bukë e jetës e zbritur prej qiellit. Ngrite ne besimtarët e tu një uri të shenjtë për ty. Shenjtro o Zot popullin që e shëlbove me gjakun tënd. Ti na ofron kupën e beslidhjes në gjakun tënd. Bëj që të gjithë të mund të pinë me gëzim në këtë burim shëlbimi. Shenjtro o Zot popullin që e shëlbove me gjakun tënd. Ti na edhe urdhrin e ri. Bëj që njerëzit ta provojnë në jetë fuqinë ripërtritëse të dashurisë. Shenjtro o Zot popullin që e shëlbove me gjakun tënd. Ti e hëngre darkën e fundit me apostujt e tu. Bëj që edhe ne së bashku me vëllezrit tanë të vdekur të marrim pjesë në festimin tënd të amshuar. Shenjtro o Zot popullin që e shëlbove me gjakun tënd.
Aty ynë që je në qiell, u shenjë trofte e mryt, ardh mbretëria jote, u bëvt vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, o Hyj që për lavdin tënd dhe për shëlbimin ton e bëre me shtar për amshim Krishtin birin tënd, bëj që ne të cilët u bën popull yt me anë të gjakut të tij, të përjetojmë në pjesëmarrjen e flisje eukaristike, fuqinë shëlbuese të kryqit dhe të ringjalljes nëpër Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.